E ftuar në një emision ka qenë bashkëshortja e Mirit, Rebeja Shahini. Ajo u shpreh për rrugtimin e Mirit në shtëpinë të famshme, raportet e debatet që ai ka patur me banorët e tjerë dhe shumë gjëra të tjera. Marrëdhënia e Mirit dhe Selin ka qenë ndryshe nga të tjerat. Unë mendoj që edhe Selin përfiton shumë nga Miri, e shikon si një person i rritur nga ku mund të marrë këshilla, nuk jam xheloze. Edhe unë kam qenë xheloze kur kam qenë më e re, por unë dhe Miri kemi më shumë se një dekadë bashkë. Ne e njohim njëri tjetrin me sy mbyllur. Në një martesë duhet të kesh besim. Kam besim te ai se e njoh shumë mirë. Çfarë bën Selin nuk më përket mua, por edhe nëse ajo do donte diçka, e di që ai do i thoshte stop. Selin ka kuptuar që te kutia e Pandorës ka diçka lidhur me të dhe atë do ta zbuloj. Nëse nuk do të ishte Miri, Selin nuk do të kishte arritur aty ku është. Ajo nuk do që të distancohet nga Miri, se ajo ka shumë përfitime nga kjo gjë. Unë mendoj ashtu si e shoh unë. Është impresion i madh për Mirin, sepse është i mbyllur aty brenda pra e gjatë. E shoh që është pak i lodhur, por çuditem se e gjen këtë durimin që ka. Nëse do isha unë atje brenda, nuk do kisha reaguar aq qetë sa ai. Nuk kam frikë fare nga ajo marrëdhënie. Kur ti ke një martesë nuk ke besim, por ke xhelozi, kjo do të thotë që në marrëdhënie ka diçka që nuk shkon. Pak xhelozi jep zjarr raportit, por jo aq shumë. Ata nuk kanë bërë asgjë, nuk puthen, nuk bëjnë asgjë. Më pas ai deklaroi diçka lidhur me deklaratën e babait të Selin. Unë e kam parë intervistën kur doli dhe në momentin e parë isha e shokuar. Nga njëra anë kuptoj merakun që ka babai për vajzën e vet, por kjo se jep të drejtën të gjykosh dikë që nuk e njeh. Miri nuk bëri asgjë, ai ka bërë lojën e tij. Unë do të jem gjithmonë diplomate, por nuk i jap të drejtën të shprehet ashtu. Patjetër që më kanë vrikosur. Kush nuk do të preket nga një fjali e tillë? Unë them ti si baba, nuk duhet ja hapësh të gjithë fajin Mirit. Shikoj pak dhe vajzën tënde. Ajo ka marrë disa këshilla nga jashtë. Duhet të shikoj edhe vajzën e vet, se e ka edukuar ai, jo Miri. Është një marrëdhënie miqësore që ka lindur nga një detyrim që kanë patur ata të flenë në një krevat. E kanë pranuar sfidën dhe kështu nisi loja e tyre. Secili përfiton nga ato marrëdhënie. Nëse ka dyshime, dyshime të ushqejnë nga Selin, jo nga Miri. Mirit i pëlqen Selin si një shoqe, mundohet ta mbrojë nga sulmet që ndodhen atje brenda. E pyetur se çfarë do t'i thoshte Selinës nëse do të takonte, ajo përgjigj: "Është kënaqësi të të takoj një herë dhe gjithë të mirat, nuk ka diçka të veçantë që do i thoja", deklaroi ajo.